Fillojmë këndin në këtë formë me Judy Love, një nga personazhet më të dashura nëse flasim për të gjithë influencën që ka patur. Bëhet fjalë për një grua të suksesshme që ka ditur më së miri të ndryshojë të gjithë rrjedhën e jetës së saj, për gjithë ndikimin që ka lënë dhe çdo detaj tjetër që ka sjell, jo vetëm në jetën e saj, por në jetën e kujdo që e ka rrethuar, sepse ka ditur të ndikojë më së miri. Ajo çka vlen të theksohet për të është edhe një gjithë pasionin që kishte për arsimimin në krye të herës, duke qenë një pasionante e gjithë universitetit, e gjithë arsimimit të saj për të kaluar më pas dhe për të qenë një biznesmene e suksesshme, arriti të ndikonte dhe të vlerësoj pikërisht për këtë arsye. Flasim për rrugë suksesi, për rrugë të cilat ajo arriti të shtronte më së miri, kështu që arrim të ndalemi në detaje të ndryshme që duket se kanë bërë jetën e saj. Fillojmë me themelimin e Love's Travel Stops and Country Stores që ka filluar që në vitin 1964, që nga ai moment diti më së miri të bënte ndryshime dhe të themelonte atë çka duhej në atë moment të saktuar. Ajo çka mund të themi për të është shije e holl për biznesin, ajo dinte më së miri se çfarë kërkohej dhe gjithashtu pavarësisht se ishte në një industri që ishte e përdorur, kuptonte që ishte maksimalisht e nevojshme që të vendoste ato pikat mbi i dhe të bënte ndryshimet për çdo që e ndiqte, për çdo që konsumonte biznesin e saj dhe për çdo që vazhdonte ta ndiqte qoftë edhe si punonjës në sipërmarrjen e saj. Megjithatë ka pasur detaje të shumta që kanë shoqëruar vështirësi patjetër sepse e dim fare mirë që përposa asaj çka ne shikojmë në momentin që dikush arrin të ketë sukses është vetëm maja e icebergut dhe ka kaq shumë sfida dhe vështirësi që e kanë shoqëruar përgjatë gjithë rrugës së saj. Megjithatë, nëse flasim për të, flasim edhe për një vendosmëri të jashtëzakonshme që e ka treguar që në krye të herës. Nisi si një stacion shërbimi karburanti dhe shpërndarje ushqimesh, por shumë shpejt arriti të kanalizojë dhe të shkonte në rreth 40 dyqane që ishin të vendosura kudo. Megjithatë, kalojmë në zgjerimin e kompanisë sepse me drejtimin e saj dhe të bashkëshortit të saj, kjo kompani dhe kjo sipërmarrje arriti të rriti dhe të i kalonte çdo lloj pritshmërie. Vërtet ishte futur në biznes me një mendje të qartë që dëshironte të zgjerojë dhe të arrinte majat, por nuk e merrte mendja që të arrinte kaq shpejt të kishte kompaninë e saj të shpërndar kudo në të gjithë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi arriti të kishte rreth 42 lokacione të ndryshme të vendosura. Megjithatë, për arsimimin e mëvonshëm, po thonim në krye të herës që ajo ishte e lidhur shumë me arsimimin dhe këtë e tregoi edhe kur u rikthye sërish në moshën 38 vjeçare. Mendon se nuk është kur vonë për të ndjekur pasione dhe për të ndjekur specializimet që i duhen për të vazhduar karrierën e saj, prandaj edhe bëri kaq shumë përshtypje edhe rikthimi i saj në momentin që ishte edhe një biznesmene e suksesshme. Flasim për filantropin, ishte pikërisht ajo dhe familja e saj në tërësi që dëshironte të ndihmonte sa më shumë, fillimisht në arsim, e kudo tjetër që do të ndikonte më pas do të kishte rrjedhimisht atë ndikimin që do i duhej për të vazhduar më tej në fushën e biznesit, për të kaluar më pas edhe tek vështirësitë të tjera dhe tek sfidat e jetës së saj. Flasim për një balancim të përgjegjësive. Ajo është një nënë e 4 fëmijëve, kështu që rrjedhimisht është një punë kështu me punë, me pjesë të plotë dhe me orar të plotë dhe jo vetëm, mund të themi që ishte një punë 24 orësh që i dedikohej, por më pas arrinte të ishte edhe një biznesmene e suksesshme, një grua në karrierë dhe sidoqoftë edhe një bashkëshorte që ishte mjaft e përkushtuar. Kështu që balancimi i të gjithë roleve që ajo kishte vendosur të kishte në jetë ishte mjaft e vështirë. Por pavarësisht kësaj, kishte momente të tjera që ajo është treguar mirënjohëse për të gjithë mbështetjen që ka arritur të ketë nga kushdo. Nëse ndalemi në detaje të tjera interesante, kur flasim për njerëzit e pasur, na bëjnë shumë përshtypje zakonet e tyre. Në këtë rast flasim për një martesë ekonomike. Ishte pikërisht Judy dhe Tom që u martuan më 26 dhjetor 1960. Por shumë mund të mendojnë që është një periudhë festive, familjarët mund t'i kenë më afër me pushime dhe gjithçka që mund të mendohet kur bëhet një dasëm pikërisht në data të afërta me festat. Por arsyeja e vërtetë ishte se donin të kursenin dhe të mos shpenzonin as për lule dhe për dekorime të ndryshme, kështu që kishin pikërisht festën e Krishtlindjeve, më pas kalonin direkt te martesa e tyre, qoftë për vjetorin, po qoftë edhe për ditën e tyre më të rëndësishme të martesës. Ka shumë detaje të tjera që mund t'i tregojmë pikërisht për këtë grua, por më së shumti mund të themi se ka treguar më së miri se me vendosmëri dhe me vullnet arrin të jetë në maja. Shpresoj që secili prej nesh të ketë ndikuar sadopak këtë mëngjes për të vazhduar me më shumë vullnet ditën e sotme, por jo vetëm për të sjellë një ide dhe për ta zhvilluar.